percepton botën. Persona që kanë kaluar izolim social, presion psikologjik, kontroll të vazhdueshëm, ndarje nga familja, humbje të autonomisë personale, shfaqjen kronik, vështirësi në vendimarrje prej nga autoritetet dhe mungesë besimi tek institucionet përkatëse. Këto gjendje ndikojnë së drejti në aftësinë e tyre për të dëshmuar, për të kërkuar ndihmë ligjore apo për të mbrojtur të drejtat e tyre. Prandaj, drejtësia duhet të jetë trauma sensitive, pra e ndjeshme ndaj traumës. Refugjatët dhe personat që largohen nga struktura të mbyllura përjetojnë një tranzicion të vështirë identitar. Ata shpesh kalojnë 3 faza psikologjike, që është faza e mbijetesës, që ka të bëjë me fokusin tek siguria fizike, faza e konfuzionit, humbje e orientimit social dhe personal, faza e rindërtimit, që është kërkimi i një identiteti të ri. Në këtë proces, mungesa e mbështetjes sociale mund të çojë në izolim të thellë psikologjik. Ligji mund të jap status, por vetëm mbështetja psikologjike jep stabilitet. Në praktik, mbrojtja reale të drejtave kërkon bashkëpunim multidisiplinar. Jurist, psikolog, punonjës social, institucione shtetërore dhe organizatat humanitare. Një individ i traumatizuar nuk ka nevojë vetëm për një vendim gjykate, ka nevojë për një proces shërimi, që në kupton intervista të ndjeshme psikologjikisht, shmangje të riviktimizimit gjatë procedurave, mbështetje emocionale gjatë dëshmive dhe programe rehabilitimi. Izolimi zgjatur ka pasojë të thella neurologjike dhe emocionale. Studimet kanë treguar që izolimi mund shkaktojë ulje të vetbesimit, varësi emocionale, frikë nga mendimi i pavarur dhe vështirësi në integrimin social. Kur individët largohen nga një mjedis kontrollues, ata përballen me një realitet të ri që kërkon aftësi sociale që shpesh janë dobësuar. Prandaj reintegrimi nuk është proces i menjëhershëm, por është një rrugëtim gradual. Gjykatat moderne nuk mund të jenë vetëm vende vendimarrje juridike, por edhe hapësira sigurie psikologjike. Kjo arrihet përmes procedurave të ndjeshme ndaj viktimave, pranisë së psikologëve gjatë proceseve dhe respektimit të dinjitetit njerëzor në çdo fazë procedurale. Kur individi ndihet i dëgjuar, ai fillon të rimarrë kontrollin mbi jetën e tij. Një nga sfidat më të mëdha psikologjike është rindërtimi i identitetit personal. Pyetjet që individët shpesh bëjnë janë të tilla, siç kush jam unë tani, si mund të ndërtoj marrëdhënie të reja, si të besoj përsëri tek njerëzit. Fillon pastaj procesi i reintegrimit që përfshin terapi psikologjike, edukim social, zhvillim profesional, mbështetje komunitare etj. Shoqëria duhet të krijojë hapësira për individin të ndihet i pranuar dhe jo i gjykuar. Nga pikpamja etike, mbrojtja sociale nuk është vetëm detyrim institucional, por është një përgjegjësi kolektive. Çdo profesionist i cili punon me njerëz vulnerabël mund të udhëhiqet nga 3 parime, të cilat janë themelore, që është respektimi për dinjitetin njerëzor, mosdëmtimi psikologjik, promovimi i autonomisë personale. Shoqëritë moderne përballen me sfida të reja psikologjike, që është migrimi, izolimi social, trauma kolektive dhe ndryshime të shpejta kulturore. Prandaj sistemi i drejtësisë duhet të evoluojë drejt një modeli më human. Drejtësi e cila dëgjon, drejtësi e cila kupton dhe drejtësi që shëron. Sepse drejtësia e vërtetë nuk përfundon në vendimin social. Ajo fillon me rikthimin e shpresës tek individi. Një shoqëri e drejtë nuk matet vetëm nga ligjet që shkruan, por nga mënyra se si kujdeset për mendjen dhe shpirtin e njerëzve të saj. Kur mbrojmë mirëqenien psikologjike, ne mbrojmë vetë njerëzimin. Le të ndërtojmë së bashku një sistem ku ligjet dhe psikologjia të ecin krah për krah, për t'i dhënë çdo individi jo vetëm drejtësi, por edhe mundësinë për të jetuar me dinjitet, që është më parësorja për të gjithë. Faleminderit. Jonela të falenderoj për